Një 32 vjeçar i shpallur në kërkim për tentativë vrasjeje është arrestuar në Tiranë në kuadër të operacionit kombëtar të Policisë së Shtetit, të koduar Operacionalja. Sipas njoftimit zyrtar, aksioni u zhvillua nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale në bashkëpunim me Prokurorinë e Shkodrës pas sigurimit të informacionit për vendolljen e të dyshuarit. Shtetasit me inicialet EK, banues në fshatin Grudere. Ai akuzohet se më 16 janar të vitit 2026 në zonën e njohur si kryqëzimi Vinotekës në Shkodër ka tentuar të vrasë me armë zjarri një 21 vjeçar pas një konflikti për motive të dobta. Ndaj tij rëndojnë veprat penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese, mbetur në tentativë, prishje e qetësisë publike dhe mbajtje pa leje e armëve. Gjatë operacionit të koduar Operacionalja 89, 32 vjeçari u lokalizua dhe u arrestua në Tiranë. Në pranga ra dhe një 27 vjeçar, i dyshuar se e ndihmonte autorin duke e transportuar me automjet në zonën e Freskut. Policia sekuestroi një automjet tip Audi, ndërsa materialet proceduriale ja referoi prokurorisë për veprime të mëtejshme.